لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe strehim kërkojmë. E pasi që kemi falenderu Allahun subhanahu wa ta'ala, salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë vulës profecisë, zotriut njerëzisë, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij bujar dhe besnik, neve dhe gjithë atyre që vazhdojnë ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën kur do të takohen me Allahun subhanahu wa taala. Hutbën e sotme nuk do ta zgjasim shumë pasi që jemi edhe agjërushëm, vetëm do të ceki, do të nxjerrë disa dobi që na lën neve me kuptu Ramazani apo agjërimi. Vëllezër të nderuar, muaji i Ramazanit nuk është vetëm një periudhë e përkohshme e adhurimit. Mirë po është një shkollë nga ana e Allahut subhanahu wa taala që na mëson neve se kush ne mund të jemi në të vërtetë. Pra, jo vetëm gjatë një muaji, por kush mund të jemi në të vërtetë gjatë gjithë jetës tonë. E para mësim është syfyri. Kur zgjohemi në errësirë për syfyr, neve zgjojmë zbashku dhe familjet tona, pse? Vetëm se me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. E nëse ne jemi të gatshëm, vëllezër të nderuar, mu zgju për syfyr në mesin e natës, atëherë ne kjo e dëshmon qartë se ne jemi ata që mundemi mu zgju edhe për namazin e sabahut. Nëse ne jemi të gatshëm që në ora 7 mu zgju dhe me shku në punë, sepse e dim që nga puna kemi përfitime, atëherë ne duhet me qenë edhe më të gatshëm mu zgju për namazin e sabahut, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 2 rekate të namazit të sabahut janë më të vlefshëm se sa dërnjaja dhe çka kanë të. E dyta, vëllezër të nderuar, janë teravit. Në Ramazan qëndrojmë gjatë në namaz. Në Ramazan dëgjojmë Kur'an dhe zemrat tona lotojmë. Jemi të gatshëm që për 1 orë, pra për teravi, me fal 33 rekate namaz. E kjo, vëllezër të nderuar, dëshmon qartë se zemra jon ka kapacitet për lidhje të gjatë dhe të thellë me krijuesin ton. Nëse ne jemi të gatshëm për Ramazan me fal 33 rekate namaz vetëm për 1 orë, kjo dëshmon qartë se ne jashtë Ramazanit, nga këto 20 rekate që janë teravi pra nafile, mundemi t'i mbajmë vetëm 2 rekate gjatë vitit. E nëse jemi prej atyne që si falim farzet, kur jemi të gatshëm me fal 1 orë ka shumë namaze, kjo dëshmon qartë se ne mundemi me nda 5 kohëve të ditës nga 3 minuta për secilin namaz. Mësimi i tretë, o vëllezër të nderuar, është që Ramazani na jep e ajo është vetë përmbajtja. Vetë përmbajtja nga epshet dhe nga nefsi jon. Neve Allahu subhanahu wa taala gjatë agjërimit na ka ndalu disa gjana që jashtë agjërimit i kena të lejume. Pra na gjatë agjërimit vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala nuk ham buk dhe nuk pim, nuk kryejmë marrëdhënie. Pra gjana që jashtë Ramazanit i kemi të lejume, mirë po gjatë Ramazanit vetëm për hir të Allahut nuk i bëm. E kjo dëshmon qartë se ne mundemi mi vetë përmbajt nefsin dhe egon ton nga shumë mëkate apo gjunahe edhe jashtë Ramazanit. E ai njeri, o vëllezër të nderuar, që mundet me ju përmbajt nefsit ti, ai njeri që mundet me ju përmbajt epshit ti, ai njeri fiton kënaqësinë e Allahut.
E ai që fiton kënaqësinë e Allahut e ka fitu xhennetin, sepse këtë e ka premtu Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiya al-ma'wa." Ai thot Allahu subhanahu wa taala që i friksohet qëndrimit para Zotit ti dhe e ndalon veten, nefsin nga epshi, për atë njeri, thot, vend strehim i atij njeri është xheneti, thot Allahu subhanahu wa taala. E premtimi Allahut zbatohet. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ma yubaddalu al-qawlu ladai." Kur un premtoj diçka, fjala jeme nuk ndrohet. Pra o vëllezër të nderuar, po mësomi se agjërimi po na mëson vetë përmbajtjen. Agjërimi qenka dhe na mbronka nga shumë dobi, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O ju të rinj, thot, kush ka mundësi, le të martohet. E kush thot nuk ka mundësi mu martu, atëherë thot le të agjëroj, sepse agjërimi thot është mburoj për te." Agjërimi pra qenë ka mburoj nga epshi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mburoj nga mëkati dhe mburoj nga zjarmi i xhehenemit. Pra o vëllezër të nderuar, në këtë Ramazan po mësojmë se kush na mundemi me qenë në të vërtetë. Mundkem me qenë nga ato që e falin namazin e sabahut. Mundemi me qenë nga ata që i falkën gjitha farzet, por edhe falkën nafile. Mundemi me qenë nga ata që ju vetë përmbankën epshit dhe nefsit tyne. Dhe po na mëson agjërimi apo Ramazani, o vëllezër të nderuar, ndjenjën e të varfërve. Siç thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Pra që ta madhëroni Allahun për atë që ju ka udhëzu dhe t'jeni falëndërues ndaj tij. Për çka o vëllezër t'jemi falëndërues? T'jemi falëndërues për mirësitë dhe begatitë e panumërta që na i ka dhuru Allahu subhanahu wa taala. Kur ndjejmë uri gjatë ditës së agjërimit, fillojmë ta kuptojmë gjendjen e atyne njerëzve që urin nuk e kajnë adhurim, mirë po e kajnë për ditëshmëri. Ne po e bajmë urin për adhurim për hir të Allahut, ndërsa ka njerëz që këtë se bajnë për adhurim, po e kajnë për ditëshmëri gjatë gjithë jetës tyne. Kur neve po na thahen buzët nga etja, po i kujtojmë ato nëna dhe ato baballar që nuk munden me gjetë ujë të pastër për mi dhanë me pi fëmijëve tyne. Allahu subhanahu wa taala po na mëson përmes agjërimit t'i kujtojmë ato njerëzit që po vuajnë. Sot ne kur t'ulemi në iftar, në sofrat tona, kur t'i kemi sofrat mbushura me lloj-lloj gjellsh, mas me ditë prej ku me fillu e mas me ditë ku me mbaru, t'kujtojmë o vëllezër të nderuar që ka familje që e presin akshamin mes frigës, e presin iftarin mes varfërisë, e presin iftarin mes bombardimeve. E ato janë o vëllezër të nderuar, vëllezërit dhe motrat ton atje në Palestinë që edhe nuk din a kajnë mi prit iftarin fare. E lusim Allahun që atyre t'ja përmirësoj gjendjen, e Allahu subhanahu wa taala armikun zullumqar, Allahu e poshtroft në mënyrën siç den ai mas miri. Ka fëmijë o vëllezër të nderuar që urin nuk e ndjejnë si ibadet, mirë po e ndjejnë si mungesë të bukës. Dhe ka nëna e baballar që agjërojnë, por nuk kajnë se me çka mi çel iftarin e tyre. E kjo vëllezër të nderuar, këtë na mëson agjërimi neve, këtë na mëson Ramazani neve, që mi falënderu Allahun subhanahu wa taala për këta mirësi dhe për këta begatit panumërta që nëse fillomi mi numru nuk mundemi. Sepse thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse
doni mi numru të mirat që ju ka dhënë Allahu, nuk mundeni mi numru, sepse të mirat e Allahut janë të pafundme. Vetëm mjafton që pak me meditu për të mirat që na i ka dhënë Allahu. Mjafton mi përkujtu dhe mos mi shiku për ditë thu se Allahu e ka obligim me na i dhënë. Mirë po Allahu është duke na i dhënë vetëm prej mëshirës të madhe të tij, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala pafund. Vëllezër të nderuar, është transmetu nga Xhabiri radiallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo iftar, në momentin e çeljes së agjërimit, Allahu subhanahu wa taala liron robër nga zjarmi i xhehenemit dhe i ban Allahu subhanahu wa taala prej xhennetlive. Para mendone, o vëllezër të nderuar, një njeri që është dënu me burg të përjetshëm dhe ai pret vetëm ndonjë amnisti nga mreti që mi liruat prej burgut se s'ka shpresë tjetër. Dhe mreti i thot atij që për çdo vjet ka me qenë një muj që nëse i punoni këto vepra, ato që janë me burgim përjetshëm ka mi liru nga burgu. Dhe kur vjen ai moment, çka bën ai njeri që mu liru nga burgu? Mundohet mi punu tana vetëm me dal prej aty. E Allahu subhanahu wa taala thot që në Ramazan, çdo natë të agjërimit, ato robër emri i të cilve është i shkruar prej listës së xhehenemlive, Allahu subhanahu wa taala zgjedh nga ta dhe Allahu i bën prej xhennetlive. Pra vëllezër të nderuar, për çdo ditë Allahu në Ramazan liron njerëz. Por pyetja jonë është, apo jetojmë me vetdijen se sonte mundet me qenë nata jonë, apo nesër mundet me qenë nata jonë, apo gjatë ti Ramazanit kur çelim iftarin, nëse kemi qenë prej atyne që kemi vepru siç ka kërku Allahu subhanahu wa taala, mundet me qenë emri jam dhe joti në listën atyne ku Allahu subhanahu wa taala na përgëzon me xhennet. E o vëllezër të nderuar, si mi dallu që Allahu subhanahu wa taala na i ka falë mëkatet. Pra na ka bë prej atyne që i ka përgëzu me xhennet. Një ndër gjasat që njeriu mi dallu që Allahu ja ka falë mëkatet është kur ato veprat mira që nuk i ka pas dashtuna deri tash, me ju bë dashtuna. Nëse ke fillu namazin mi dasht ma shumë, e ma herët nuk e ke dasht. Dhe nëse ke fillu mi urry mëkatet që deri tash i ke punu, atëherë dije o vëlla i nderuar që Allahu subhanahu wa taala inshallah ti ka falë mëkatet. Sepse këtë e thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ku thot walakinna Allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Pra Allahu subhanahu wa taala kur e fal robin e vet, ja bën të dashtun imanin atij dhe besimin ja zbukuron në zemrën e tij, dhe në anën tjetër ja bën të rrejtun mohimin, shturjen dhe mosbindjen. Të tillët janë pra ato që Allahu subhanahu wa taala i ka udhëzu. E nëse je prej atyne që ke fillu mi dash namazin, ke fillu mi përjetu lidhjen me Allahun subhanahu wa taala, ke fillu mi përjetu veprat e mira dhe ke fillu mi urry ata mëkate që i ke punu më herët, dije se inshallah me lejen të Allahut, Allahu ti ka fal mëkatet që je pendu. Andaj vëllezër të nderuar, ne marrim një mësim të madh nga Ramazani, se kështu siç mundohemi me qenë në Ramazan, ne mundemi me qenë në të vërtetë gjatë gjithë jetës tonë. Ne nuk e kena vetëm në ditë të caktuara adhurimin, por e kemi gjatë gjithë jetës. E Ramazani nuk është pra një rritje e përkohshme e imanit, por është provë se ne me iman mund të jetojmë çdo ditë. Andaj o vëllezër të nderuar, do ta përmbylli hutben me një fjali, që kjo duhet të jetë motoja e jetës tonë. Ta jetojmë jetën sikur të jetë Ramazan, në mënyrë që vdekja jonë të jetë bajram. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na pranoj. Amin. Wa quli qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.